Duke qenë se do ikin në Shqipëri për të festuar linjën time përsëri, thash që bëj një What's in my bag, çfarë mbaj unë të çanta ime kur nisem për Shqipëri. Pas më pyesni çanta është nga Valentino dhe ka qenë një nga dhuratat që më kanë bërë vjet për linjën time dhe mendoj se është çanta që kam përdor më shumë nga të gjithë sepse është super praktike, përdoret në shumë raste. Është si elegante, po edhe për përditshmërinë. Kësaj masa mendoj që është perfekte edhe për të udhëtuar, kështu që le të shikojmë se çfarë kam brenda unë. Mund të ikin në Shqipëri pa pasaportën time, nga që akoma nuk kam në shtetësinë italiane, kam pasaportën dhe dokumentet tjera. Zakonisht pasaportën e vendos te ky xhep i vogël këtu. Po aty mbaj këtë lëpirse me formë zemër që mua më pëlqen shumë dhe i mbaj gjithmonë me vete. Pastaj te ky xhep i madh kemi në vend të parë puletën numër 1, këtu maj euro dhe dokumentet italiane. Puleta pastaj është shumë praktike sepse ka të nxjirin dhe mund të mbahet kështu si punë çantë dhe është shumë cute. Pastaj kemi kuletën numër 2, këtu maj lekët shqiptar. Unë kështu i ndaj gjithmonë sepse jam më rahat dhe kemi shumë 1000 lekë edhe 500 lekë. Pastaj kemi edhe një kuletë numër 3 dhe kjo është me Hello Kitty se është bo super zhulë, po nëse s'ka gjë s'kam pas kohë me la dhe këtu kemi një punë kit për çdo gjë që mund të më duhet edhe mund të më nevojitet. Kemi një lim për thojt, një mini parfum, kemi këto likoplasën duket se thonë në shqip dhe pastaj kemi një lip balm për buzët. Kemi kufjet që nuk mungojnë asnjëherë, sidomos kur jam në avion, nuk mungojnë. Një mini deodorant edhe shihni sa cute sa e vogël është. Një çakmak ngjyrë rozë se nuk i dihet, mund të duhet në çfarëdo lloj rasti dhe e mbaj gjithmonë me vete. Në fund kemi produktet për buzët, kemi lapsi numër 36 nga Kiko, lip gloss nga Sephora që është transparent edhe pse nuk duket, po e kam bë me lapse të tjera dhe këtë lip gloss nga Kiko që është numri 17. Gjithmonë për të rregulluar veten time. Ka një çantë në krah dhe shifemi në Shqipëri. Ciao.